ma mirë në jetë kur fillon show me një muzikë, një valle shqiptare Relaxing. tone. Të nderuar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët me Noli Show Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Rock Hill Community TV. Ndera jonë dhe kënaqësia jonë është e madhe që kemi njerëz të ftuar të botës të artit. Por sot kemi të ftuar një personalitet që e mban një shoqat shumë të madhe me emrin e madh Skënderbej. Wow! Sa kënaqësi e madhe. Sot e kemi këtu Imer Laçe, kryetarin e shoqatës shqiptaro-amerikane Skënderbek INS në shtetin Iceland. Mirë se na ke ardhur. Mirë se gjeta. Si kalove? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Me të vërtet, po ndihem shumë mirë që t'jam pranë presidentit të një shoqatës. Faleminderit shumë. Doja të dalim pak, edhe t'jem kënaqësia ime që të dalim pak të rrugtojmë prej ardha juja, origjina, nga jeni, kur keni ardhur? Po, unë kam lindur në Aliej, të bajzës të Kastratit, në rrethin e Shkodrës në të kohë. Kam mbaruar studimet e larta në shkollën ushtarake Skënderbej, në shkollën e mesme, pastaj në shkollën e lartë në Akademinë Ushtarake në Tiranë, dhe kam punuar si ushtarak në Forcat Armatosore të Republikës Shqipërisë për 15 vjet. Wow. Në vitin 1995 kemi fituar loterinë amerikane, atë që quhet Green Card Lottery, dhe kemi ardhur si rezident të rregullt në Shtetet Bashkuara, ku jemi përqendruar në Staten Island dhe aty kemi ndërtuar edhe jetën tonë. Atëherë, para se të dalmi këtu, kisha pas dëshirë të bisedojmë pak për Shqipërinë. Pak për atë kohën që keni qenë për shumë vite dhe keni qenë si e pror ushtarak. Si ka qenë e jeta atëherë shpejt? Jeta ushtarake në Shqipëri ka qenë në përgjithësi e mirë, për arsye se trajtimin që na ka bënë e vetë shteti ka qenë shumë pozitiv dhe ne kemi shërbyer vendin tonë në gjitha qytetet e Shqipërisë. Domethënë, unë kam punuar në rrethin e Shkodrës disa vite, pastaj kam punuar në divizionin e Tiranës, rreparte të ndryshme derisa kam marrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Formimi jonë atje ka qenë më shumë i karakterit ushtarak, që ne të përqendrohemi në mbrojtjen e vendit tonë, nga ato të shoqëruar të rrezikut të jashtëm që i thoshim ne, por ishim shumë të shqetësuar që detyrat që na ngarkonin në atë kohë komanda jo në divizionet, komanda e brigadës apo komanda të tjera, të realizohemi për përkëmërinë më të madhe. Dhe kemi qenë shumë korrekt dhe ato cilësi që ne kemi fituar gjatë jetës ushtarake, unë dhe në përgjithësi edhe shoh edhe shokët e mi, kolegët në ushtri, i praktikojnë edhe në jetën e përditshme, janë korrekt me familjen, me punën, me detyrat që të ngarkohen, me shoqërinë, dhe në përgjithësi ne bëjmë një jetë rregullt shoqërore dhe familjare. Si u bë puna në atë kohën që ju të vëni një aplikim edhe të vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qenë se ju në atë kohë ishit edhe në tu punu? Ka qenë një rasti, unë jetoj në Tiranë në vitet 94-95 dhe gruaja ime plotësoi një aplikacion në ambasadën amerikane për lotari. Bile unë fillova të bë shaka me të, i thash, ndoshta është në një lojë e Amerikës që bën këtë punë, se është e pamundur që njerëz nga Shqipëria, që ishim në atë periudhën e tranzicionit, mund të shkonin me dokumente të rregulla në Amerikë. Ishte një ëndër për shumë shqiptar, për shumë që jetonin në Shqipëri, por duke sikur është e paralizueshme. Dhe ishte me fat, ne ishim ndoshta në të parë që kemi ardhur në Amerikë, mund kemi qenë 50 veta me numër, siç u tha, se ne nuk e dimë saktësisht sa veta ishim, por që të vish në Amerikë, domethënë në atë periudhë që po kalonte Shqipëria dhe të vish me dokumente të rregullta, ishte një sukses i joni, por më shumë ishte fat. Wow.
Dhe çmobilizimin nga ushtria unë e kam marrë për arsye se doli një fat më i madh përpara jetës tonë dhe nuk ishte lehtë me marrë venim, me lanë vendin e punës, se unë punoja, bashkëshortja ime punonte në një shkollë shumë të mirë në Tiranë, por vendosim që të lanë vendin dhe të vim. Wow. Venimi i vështirë ishte. Edhe a mendove, a e thave vetës që kur të shkoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund ndodhë që do ta punoj të njëjtën punë? Nuk e menova asnjëherë. Unë në atë kohë kisha motrën këtu, motra kisha ardhur disa vite përpara dhe në telefonata që kisha me të, isha përgatitur të bëja çdo punë fillimisht, pasi unë do vija dhe pa profesion. Ne si ushtarak nuk ishim në profesion që të punonim këtu, dhe punët e para, fillimet e para kanë qenë të vështira për ne. Unë kam punuar, punët e para, cilat kanë qenë? Unë fillimisht kam punuar duke la pjata në një restorant që ishte pronari shqiptar nga Ulqini, shumë burr i mirë, edhe kishe shumë respekt për shqiptarët dhe më ka drejtuar shumë mirë, edhe një ditë e takova kohë të fundit dhe fola me të, zotja dhe më thash si jeni. Por ishim shumë optimista. Ne për Amerikën kishim informacion, ne dinim se është një vend i madh, një vend që respekton drejtat e njerëzit, që ka mundësi, nuk është si asnjë vend tjetër në botë, dhe do të përpiqemi që të jo vetëm të angazhohemi me jetën amerikane, por edhe të jemi çik më kërkues ndaj vetes që të arrijmë aty ku donim. Wow. Unë shkova në shkollë këtu, kam mbaruar për Associate in Accounting, jam diplomuar me bachelor në ekonomi dhe në financë, dhe bashkëshortja ime po ashtu, ka mbaruar edhe ajo për mësuese dhe është diplomuar në Universitetin në Staten Island me master degree për mësuese. Edhe sot punon mësuese. Cila moshë ka qenë kur keni ardhur? Unë këtu kam qenë 36 vjeç kur kam ardhur. Po bëjmë gati 30 vjet në këtë vend. Dhe gruaja ime ka qenë më re, por ka qenë një moshë që ishte e pjekur në përgjithësi dhe ne merrim venimit i çik ma me ngadalë, ma me pjekuri, ma me logjik, në mënyrë që ato që duhet banim, ta banim me dinit plot, dhe ne nuk ishim fëmijë kur kemi ardhur. Ishim pa fëmijë. Dhe pastaj filluan punat e juaja. Pa. Punat e para pas pjata larse ku shkuat. Kam punuar si real estate agent, do të thënë kam punuar si agent për shitblerjen e banesave dhe të pasurive të patunshme. Gjithashtu, nga që kisha një uri për financën dhe ekonominë, kam punuar edhe këshilltar në këtë kompani për klientët që ishin first time buyer ose që blenin shtëpia për herë të parë, të cilët kishin nevojë për rregullim krediti, për rritjen e pikëve të kreditit, për si të kualifikohen për kredi në banka. Dhe kështu që i bashkë të dy punët në një kompani në fakt. Pastaj me kalimin e kohës kam aplikuar për punë të ndryshme dhe momentalisht punoj në spitalin më të madh në Staten Island, është Northwell, dhe punoj në departamentin e menaxhimit të informacioneve të pacientëve për procedurat që bëhen aty. Dhe jo transmetojmë pastaj që ose duan vetë pacientët, doktorët që ose kërkojnë informacion, avokatët në që ose ka një case, dhe inshurancët po ashtu, si mas kërkesëve që bëjnë ato vetë. Dashuria, pasioni për kombin ton nuk të lënë rahat dhe fillon me shoqatë. Po. 2017-ën, shoqatën Shoqata shqiptar-amerikane Skënderbej u formon në vitin 2017. Në përgjithësi
kisha me thënë që shoqatat ka një rëndësi shumë të madhe këtu në mërgatën shqiptare, jo të në Amerikë, por në përgjithësi, për arsye se është ajo lidhja midis origjinës nga vim dhe vendit ku ne kemi ndërtuar jetën këtu. Plus kësaj edhe shërbejnë si burimi kryesor i rrugës dhe i transmetimit të trashëgimisë kulturore dhe traditave tona kombëtare. Shoqata jonë u kryu në vitin 2017. Në vitin 2019 ne kemi bërë kuvendin e parë të shoqatës, ku kemi përcaktuar rregullat e funksionimit, i kemi shkruar në një që quhet status ose bylaw, sipas fjalorit e korporatave amerikane. Kemi në këtë kuvend të shoqatës ne kemi miratuar këtë status dhe kemi rënë dakord që të gjithë të zbatojnë këtë status në funksionimin e shoqatës në vazhdimsi të punës tonë. Kuvendi i shoqatës zgjedh edhe presidentin e shoqatës me parimin e lirë të demokratik. Presidenti i shoqatës propozon kryesinë e shoqatës, e cila miratohet nga parlamenti ose nga kuvendi i shoqatës. Domethënë është një organizëm demokratik ku në shoqatën tonë bizeton harmonia dhe mirëkuptimi dhe mendimi ndryshe është i pranueshëm dhe i respektueshëm. Me të vërtet, unë kryetar shoqatave kam pasën vetëm një, edhe ka qenë me pre-recording nga studio tjetër, por me të vërtet kisha deshta ditë të milin edhe bazamentin e shoqatës, se çka bëhet në shoqatë, çka afroni në shoqatë, çka mund t'ju afrojnë në shoqatë. Shoqata Shqiptare Amerikane Skënderbej ka për qëllim bashkimin e sa më shumë shqiptarëve për të ruajtur traditat kombëtare, identitetin tonë dhe për të transmetuar atë të breziri. Kjo e bëjmë në bazë sipas aktiviteteve që jo vetëm organizojmë ne, por që organizojnë edhe mërgata shqiptare këtu në Amerikë, për cilët ne marrim pjesë në përgjithësi në të gjitha ato. Kështu që ne bëjmë vetë ne organizojmë aktivitete ose veprimtari kulturore, të ruajmë identitetin tonë kombëtar, po kështu edhe nga ato artistike, me të cilën ne kemi edhe grupin artistik Skënderbej, që është krijuar me iniciativën e një balerini, Klevi Stavaj, që performon në një nga baletet më të famshme në New York, Aikun Ballet. Po. Grupi i vallave Skënderbej jo vetëm që performon në aktivitet që ne organizojmë vetë ne si shoqat, por në të gjitha aktivitetet që organizon mërgata shqiptare në përgjithësi në komunitetin tonë këtu, ato kanë vallet, luajnë vallet popullore shqiptare, nga më të mirat, dhe performanca e tyre është mjaft e mirë. Pastaj keni edhe shkollën. Po. Na tregoni pak për shkollën, se shkolla është një gjë shumë e mirë që tash është hap shumë, edhe po hapin shumë shkolla nëpërmes shoqatës, sidomos ju dini edhe vetë Vatra ka edhe 20 degë tjerë që kanë hapur shkolla, i financojnë me gjitha gjërat. Kështu për shkollën na tregoni pak, ju lutem. Duhet të ndalëm një aspekt të vetë shoqatës sonë të kalet e shkolla, sepse kur kam marrë presidencën në vitin 2022, kryesia e shoqatës ka vendosur që të përgatisin disa dokumenta që shoqata jonë të kualifikohet ose të marrë atë status e bamirësisë. Me thonë të jena non-for-profit organization, në mënyrë që të kemi mundësi të aplikojmë për donacione në organet qeveritare amerikane, në këshillat e qytetit, apo të pranojmë donacione të ndryshme nga filantropista, nga biznesmene, nga shqiptarë, ndoshta që duan minimum komunitetin. Kështu që duke pranuar si shoqat, si organizat bamirëse, ne kemi mundësi që jo vetëm të kërkojmë donacione, por kemi mundësi që edhe ata që ne
që bëjnë donacionet e ne, mund t'i claim ato tax return që quhen në fund vitit, ose t'i aplikojnë ato si expenses, në mënyrë që nëse na jepin para ne, ato pastaj marrin ato shpërblimet e vetën në bazë të ardhurave vjetore që kanë si familje. Shkolla Shqipe Skënderbej është frut i një pune të 2 mësuesve që kemi ne aktualisht, që janë bashkë themeluese dhe drejtojnë shkollën. Është Geltiana Bulku dhe Adelina Laçaj. Ato e hapën si program të vogël mbrana shoqatës për anëtarët e shoqatës dhe fëmijët e tyre. Me kalimin e kohës u pa nevojshme që edhe anëtarë nga komuniteti shqiptar, sidomos në Brooklyn, ishin të interesuar që fëmijët e tyre të sillen të mësonin shqip, kështu që i propozuan kryesisë të hapnin një shkollë shqipe jo vetëm për anëtarët e shoqatës, por edhe për komunitetin përgjithësi. Kështu me 14 dhjetor të vitit 2024 vjet, këtë vit bën një vit tamam, ne mblodhëm në Ilberi në Brooklyn dhe deklaruam hapjen e shkollës Shqipe Skënderbej. Sa bukur. Po, nga ato programe që ato kishin përpara, për shembull që thoshin të bashkëbisedojmë së bashku në gjuhën e bukur shqipe, kaluan në programe më serioze. Një rol të rëndësishëm ka dhënë edhe zoti Pashkat Samaj, sekretari i Vatës, i cili na dhuroi abetare që të mësonim gjuhën shqipe. Gjen rastin ta falenderoj, jena shumë mirënjohës. E ka përkrahur gjithmonë shoqatën për aktivitetet tona dhe vazhdojnë mësimin në Brooklyn. Shkolla Shqipe Skënderbej është e lokalizuar në Brooklyn. Ju kemi pa shpeshherë në Vatër. Po, ne kur bëjmë kërkesën ose duhem që të kandidojmë president, nxjerrën një platformë për që do të shpallim në kuvend, dhe në bazë të platformës mund të jenë disa veta që do të bëhen president shoqatës tonë. Aty ne shpallim edhe në platformë qëllimin, punën që do të bëjmë dhe bashkëpunimin me shoqata tjera. Shoqata Shqiptare Amerikane Skënderbej bashkëpunon me të gjitha shoqatat shqiptare këtu në Shtetet e Bashkuara dhe veçanërisht me Vatrën. E kemi primare. Dhe me thanë, bashkëpunimi me Vatrën dhe me programet, me aktivitetet e saj, ne jemi të lidhur dhe e mbështesim në veprimet e saj, sepse është organizata më e vjetër shqiptare, që fal asaj ne kemi edhe lidhje më të ngushta me Shtetet e Bashkuara dhe me qeverinë amerikane. Aty ka njerëz që punojnë shumë, ka njerëz që mbështesin shumë, dhe ne jemi krenar për Vatrën. Atëherë kam një pyetje, mbasi jemi të shoqata, kisha pas dëshirë, a bëni ju donacione, a ndihmoni njerëz, a ndihmoni studenta, a ndihmoni njerëz që kanë nevojë? Ne kemi në status që ndihmojmë anëtarët e shoqatës tonë dhe bizneset e vogla shqiptare. Ne shoqata jonë qëndron pranë anëtarëve të saj. Ne ndajmë me dhata fatkeqësitë që mund të ndodhin njerëzve, ne u shkojmë për shtëpi për ngushtime dhe ndihmojmë bizneset e vogla. Në shoqatën tonë kemi 56 veta që kanë bizneset e tyre, të cilët ne edhe ja u reklamojmë, si me thanë, nga njerë në WhatsAppin tonë ose në Facebookun tonë. Por nuk kemi marrë donacione të shumta akoma, megjithëse kemi bërë aplikacione që të financojmë ose të suportojmë nxënës ose studenta që mund shkojnë në shkolla të larta. Akoma nuk kemi rënë. Besoj që ndoshta presidentet tjerë që mund vinë ose vetë kryesia mund të angazhohet për këtë probleme, po akoma s'kemi arritur atje. Synimet dhe planet në vijim, çka mendoni dhe si do të receptoni? Ne, shoqata jonë do të vazhdojnë aktivitetet e veta patriotike, kulturore, dhe
për të ruajtur traditat shqiptare dhe për të transmetuar te brezi i ri. Tani kemi festet e nëntorit, ne çdo vit festojmë 28 vjetorin e Shpallën e Pavarësisë, festojmë 17 shkurtin ditën e krijimit të shtetit të Kosovës, Shpallën e Pavarësisë të Kosovës, festojmë 4th of July, ditën e Shpallës së Pavarësisë së Amerikës, dhe marrim pjesë në të gjitha festimet që bëjnë shoqatat e tjera ose që organizohen Komiteti Shqiptar në përgjithësi në Amerikë. Marrim pjesë në përvjetorin e rrugës Gjergj Kaqallës Skënderbej në Brands. Kena marrë pjesë në festivalin e shoqatave që janë organizuar nga shoqata Struga në New Jersey. Dhe marrim pjesë tani me 30 nëntor do bëhet inaugurimi i rrugës Isa Buletin në Staten Island, do marrim pjesë. Bëjmë edhe përvimtari sportive. Ne kemi klubin e shahut, që bëjmë kampionatin e shahut çdo vit. Kemi klubin e ciklistëve, që bëjmë maratonën e ciklistëve bicycle për maratonën e New Yorkut, 40 miles, çdo vit, 60 kilometra. Dhe patjetër do vazhdojmë që të praktikojmë aktivitetet që kemi në mënyrë që të zëmë një vend të rëndësishëm në komunitetin shqiptar. Për fund, deshte t'ju uroj suksese edhe me të vërtet është një kënaqësi e madhe, me të vërtet jenë bërë dhe shumë shoqatat tona shqiptaro-amerikane këto, edhe po suportojnë, po ndihmojnë, po hapin shkolla, gjithmonë janë aktiv, edhe kjo është me të vërtet një papame, si thuhet me një fjalë popullore. Është shumë e rëndësishme, dhe më thanë, hapja e shkollës tonë ka qenë një vendim shumë e rëndësishëm për ne, sepse aty nuk është se mësuesit marrin venimet të rëndësishme për fëmijët. Venimet kryesore i marrin prindrit. Nëse prindrit janë të vendosur që të çojnë fëmijët e tyre në shkollë, fëmijët do të mësojnë gjuhën shqipe. Nëse ata do të lënë në shtëpi, atëherë e kanë ma problem, sepse fëmijët këtu rriten në një ambient dy gjuhësh, edhe ndiqojnë edhe shqip edhe anglisht. Janë me fat ata fëmijë edhe ata prindër do të thosha që kanë gjyshërit ose gjyshët të cilët praktikojnë shumë gjuhën në shqipe dhe më mësojnë më shpejt. Kështu ka ndodhur me ne për shembull. Fëmijët tanë nëpërmjet gjyshëve kanë mësuar gjuhën shqipe. Por në programet që kemi në shkollën shqipe Skënderbej, kënaqesh dhe emocionohesh kur shikon fëmijët që vizatojnë flamurin shqiptar, ose që bajnë në plastelinë hartën e Shqipërisë, ose që shkruajnë për festën e nënës, ose të mësuesit të dua mami im. Dhe më thanë, këto gjëra të lanë përshtypje dhe ndoshta është një motivim për mësuesit dhe prindërit që të çojnë sa më shumë fëmijët në shkollat shqipe, sepse jo vetëm që ruajnë traditat, po është edhe më lehtë kur shkojnë në Shqipëri që të komunikojnë në gjuhën shqipe pa përkthyes. Ju edhe unë ishim së bashku te Paulin Marku te shkolla Gjergj Fishta, i shikova ata fëmijët e bukur. Për një vit, çfarë suksesi kanë arritur? Shumë kanë punuar. Kjo është një fenomen i shqiptarisë tonë që bën. Ne bashkëpunojmë me shkollën Gjergj Fishta. Doktor Pavlini është shumë i kushtuar ndaj përmesat detare, jo vetëm në shkollë, por përgjithësi në gjithë atë aktivitetet e veta si kontribues i madh në komunitetin shqiptar. Ne u kënaqem atje, pam gjëra domethënë që dëshirojmë që të shikojmë edhe në shkolla të tjera. Ne mësuam atë ditë atje dhe ishte edhe nga bordi i shkollës tonë, ishin pjesëmarrës në atë aktivitet, dhe besoj se kanë marrë mësimet e tyre edhe ata, që të praktikojnë shkollën shqipe Skënderbej. Atëherë, dua të falenderoj shumë. Ishte kënaqësia ime që sot me të vërtetë ulëm në tavolinë dhe biseduam për rrugtimin dhe suksesin e juaj që keni punuar për shumë vite këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit Nazmi, unë ju falenderoj shumë edhe juve
dhe janë shumë i njohës për punën që bërnë, ju në Mërgatën Shqiptare, në përgjithësi, dhe për informacionin që jepni nëpërmjet televizionit për aktivitetet dhe vërejtëritë e Komunitetit Shqiptar këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pra të nderuar, shikues dhe dëgjues, është kënaqësia jonë me të vërtetë. Dua të jem një falënderues i madh këtyre mediave tona që na u është dhënë mundësia që ti ekspozojmë ta njerëz të suksesshëm këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptarët e tonë, sidomos me emra të mëdha, Skënderbeu, shkolla Skënderbeut, a ka sen më mirë, shoqata. Kështu që mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV dhe dua ti falenderoj Rock Hill Community TV, ky televizion shtetënor që na jep mundësinë të flasim në gjuhën tonë shqip. Faleminderit. Faleminderit shumë.